Silvio Berlusconi, 1936-2023, ishte një nga figurat më të njohura dhe kontroverse në historinë moderne të Italisë. Një sipërmarrës i suksesshëm, magnat i medias dhe politikan karizmatik, ai shërbeu si kryeministër i Italisë në 3 mandate, 1994, 1995, 2001, 2006 dhe 2008-2011. Përmes një kombinimi të aftësive të jashtëzakonshme të komunikimit, kontrollit të mediave dhe një stili populist, ai ndikoi thellësisht në politikën italiane për më shumë se 3 dekada, nga ndërtues në magnat mediatik. I lindur në Milano më 29 shtator 1936, Berlusconi filloi karrierën e tij duke shitur fshesa me korrent derë më derë dhe duke kënduar në klube natë. Pas diplomimit në drejtësi në vitin 1961, ai u përfshi në ndërtimin e banesave, duke ndërtuar komplekse si Milano 2 dhe Milano 3, të cilat përfaqësonin versionin italian të suburbaneve amerikane. Në vitin 1980, ai themeloi Canale 5, rrjetin e parë televiziv komercial në Itali, duke sfiduar monopolin shtetëror të RAI. Nëpërmjet kompanisë së tij Fininvest, ai krijoi një perandori mediatike që përfshinte televizione, gazeta, revista dhe kompani botuese. Hyrja në politikë dhe rritja e Forza Italia. Në vitin 1994, Berlusconi themeloi partinë Forza Italia, një lëvizje qendër e djathtë e frymëzuar nga një thirrje tifozësh futbolli. Ai u zgjodh kryeministër vetëm disa muaj më vonë, duke shfrytëzuar imazhin e tij si një njeri i suksesshëm jashtë politikës. Megjithatë, qeveria e tij e parë zgjati vetëm 7 muaj, për shkak të hetimeve për korrupsion dhe mosmarrëveshjeve brenda koalicionit. Ai u rikthye në pushtet në vitin 2001, duke udhëhequr një koalicion të ri dhe duke qëndruar në detyrë deri në vitin 2006. Mandati i tij i tretë filloi në vitin 2008 dhe përfundoi në vitin 2011, gjatë krizës së borxhit në Eurozonë. Skandalet dhe çështjet ligjore. Gjatë karrierës së tij, Berlusconi u përball me mbi 30 hetime dhe gjyqje për akuza që përfshinin korrupsion, mashtrim fiskal dhe abuzim me pushtetin. Në vitin 2013, ai u dënua për mashtrim fiskal dhe u përjashtua nga posti publik për disa vite. Një nga skandalet më të njohura ishte ai i Bunga Bunga, që përfshinte akuza për marrëdhënie me një të mitur. Megjithatë, në vitin 2014, ai u shpall i pafajshëm në apel për mungesë provash të mjaftueshme, futbolli dhe ndikimi kulturor. Berlusconi ishte president i klubit të futbollit AC Milan nga viti 1986 deri në vitin 2017, duke e transformuar atë në një nga klubet më të suksesshme në Evropë. Në drejtimin e tij, Milani fitoi shumë tituj kombëtar dhe ndërkombëtar, duke përfshirë Ligën e Kampionëve. Ai gjithashtu investoi në klubin Monza, duke e çuar atë në nivele më të larta të futbollit italian. Rikthimet politike dhe trashëgimia. Pavarësisht skandaleve dhe dënimeve, Berlusconi vazhdoi të kishte ndikim në politikën italiane. Në vitin 2019, ai u zgjodh antar i Parlamentit Evropian dhe në vitin 2022 u rikthye në Senatin Italian. Italian Soap Firms, Wikipedia, ai mbeti një figurë kyçe në koalicionet e qendrës së djathtë, duke ndikuar në formimin e qeverive dhe në politikën italiane deri në fund të jetës së tij. Vdekja dhe homazhet. Silvio Berlusconi vdiq më 12 qershor 2023 në moshën 86 vjeçare, pas një betejë me leuqemin kronike dhe komplikacione të tjera shëndetësore. Ai u nderua me një funeral shtetëror në Milano, ku morën pjesë lider politik dhe qytetar të shumtë. Trashëgimia dhe ndikimi. Berlusconi është një figurë që ndan mendimet e publikut. Për disa, ai ishte një reformator dhe lider karizmatik që modernizoi Italinë. Për të tjerët, ai përfaqësonte një epokë të korrupsionit dhe përqendrimit të pushtetit. Stili i tij populist dhe përdorimi i mediave për të ndikuar në opinionin publik kanë shërbyer si model për lider të tjerë në mbar botën. Nëse dëshironi, mund të ofroj një përmbledhje më të detajuar të jetës dhe karrierës së Silvio Berlusconit në një format të përshtatshëm për lexim ose studim.
Silvio Berlusconi, një nga figurat më të njohura dhe kontroverse të politikës italiane, ka lënë pas një trashëgimi të pasur me deklarata që reflektojnë vetbesimin e tij të lartë, humorin shpeshherë provokues dhe këndvështrimin e tij unik mbi jetën, pushtetin dhe suksesin. Më poshtë janë disa nga shprehjet më të njohura të tij që mund të shërbejnë si burim frymëzimi ose reflektimi, shprehje për vetbesimin dhe leadershipin: "Unë jam Jezu Krishti i politikës. Jam një viktimë e duruar, i duroj të gjithë, sakrifikoj veten për të gjithë, vetëm Napoleoni ka bërë më shumë se unë. Por unë jam padyshim më i gjatë, unë gjithmonë fitoj. Jam i mallkuar të fitoj, vetëm unë mund ta kthej këtë vend përmbys, nuk kam nevojë të hyj në zyrë për pushtet. Kam shtëpi në të gjithë botën, jahte të mrekullueshme, avion të bukur, një grua të bukur, një familje të bukur, po bëj një sakrificë." Shprehje për lirinë dhe demokracinë: "Një njeri i uritur nuk është një njeri i lirë. Liria nga uria është një e drejtë themelore. Pa këtë liri, një e drejtë e tillë nuk mund të ekzistojë. Lidhja midis përvojës sime si sipërmarrës dhe asaj të një politikani është e gjitha në një fjalë: liri, nëse unë, duke u kujdesur për interesat e të gjithëve, gjithashtu kujdesem për të mijat, nuk mund të flitet për një konflikt interesi." Shprehje për humor dhe ironi: "Kam pak flokë sepse truri im është aq i madh sa i shtyn flokët jashtë, do të marr pyetje nga djemt, por nga vajzat dua numrat e telefonit, jam 74 vjeç dhe edhe pse mund të jem pak i çapkën, 33 vajza në 2 muaj më duket shumë edhe për një 30 vjeçar. Nuk jam një politikan tradicional dhe kam një sens humori. Do të përpiqem ta zbuz dhe të bëhem i mërzitshëm, ndoshta edhe shumë i mërzitshëm, por nuk jam i sigurt nëse do të jem në gjendje ta bëj këtë." Shprehje për politikën dhe marrëdhëniet ndërkombëtare: "Jam absolutisht i sigurt se jam njeriu më demokratik që ka qenë ndonjëherë kryeministër në Itali. Nuk kam qenë kurrë i bindur se lufta ishte sistemi më i mirë për të sjellë demokracinë në një vend. Përkundrazi, kam provuar në shumë raste të bind presidentin amerikan të mos shkojë në luftë. Kam bërë atë që ishte brenda mundësive të mia për të shmangur që kjo të ndodhte." Shprehje për jetën dhe suksesin: "Nuk kam nevojë të shkoj në zyrë për pushtet. Kam shtëpi në të gjithë botën, jahte të mrekullueshme, avion të bukur, një grua të bukur, një familje të bukur, po bëj një sakrificë, jam një njeri nderi, një person i sinqert, një zotëri me moral absolut." Këto shprehje pasqyrojnë stilin unik të Berlusconit, i cili shpeshherë kombinonte vetbesimin e lartë me humorin dhe ironinë. Pavarësisht polemikave që kanë shoqëruar karrierën e tij, ai mbetet një figurë e paharrueshme në historinë politike dhe mediatike të Italisë.